Ju lutem do na vetëm drejtësi nga ky shtet, se këtu jena drejt, jena në tokë tonë, në vend tonë. Ju lutem. Me sytë e përlotur, kjo grua nga fshati Rjoll i Velipojës shprehu para derës së SPAK pse komuniteti i banorëve kërkon që prokuroria e posaçme të hetojë vjedhjen e pronave që sipas tyre po u bëhet për ndërtimin e një resorti turistik. Është 91 vjeçare kjo letër që ka mojt gjyshit e shtëpia, se ka ditë se do vini kohë. Gjatë një viti pas një kallëzimi për falsifikim dokumentesh të cilin SPAK ja ka dërguar për kompetencë prokurorisë së Shkodrës, përfaqësues të komunitetit ngritën pretendime për një person që sipas tyre u ka grabitur pronat dhe më pas ja ka shitur një kompanie për zhvillim. Kemi 2 vërtetime pronësie, edhe unë, edhe ai. Unë e kam që në vitin 1935 dhe Fatmir Shpeza vjen 2019, cili është reali. I more 1500 ulëm tokë. Banorët thonë se nuk janë kundër investimeve që sjellin zhvillim, por kërkojnë që çdo gjë të bëhet sipas ligjeve dhe mbi bazë të pronësisë mbi tokën ku parashikohet resorti. Me 16 kam alo seancë gjyqësore për njëjtin proces që kena filluar të 2 vjet. Ndalja e punimeve derisa drejtësia të thotë fjalën e saj për çështjen e pronësisë është një tjetër kërkesë e komunitetit të fshatit Rjoll. Sikur të nalen punimet, edhe na s'kem nevojë me shku aty. Banorët ngulmojnë që SPAK të hetojë atë që ata e cilësojnë skem vjedhje të pronave, ndërsa paralajmërojnë se nuk do të tërhiqen nga protestat derisa të flasë drejtësia. Këto njerëz vinë sepse e shohin derën e SPAK-ut si derën e vetme të shpresës.